Po, sikur të zbulonim që gjykimi më i ashpër, më shkatrues në të gjithë literaturën e lashtë profetike, nuk i drejtohet ndonjë perandorie masive dhe të dhunshme, por në fakt u drejtohet atyre njerëzve që thjesht ndenjen mënjan dhe vëzhguan teksa fqinjet e tyre po digjeshin. Kjo po që është një ide radikale. Fiks, do me thënë, e përmbys plotësisht atë që ne mendojmë për fajin dhe për gjegjesin, dhe pikërisht ky është thelbi i eksplorimit ton për sot. Kemi përpara një burim të jashtëzakonshëm për këtë ulumthim të thellë, librin e Abdias. Libri më i shkurtër? Është fjalë për fjalë teksti më i shkurtër në të gjithë djatën e vjetër, vetëm një kapitull i vetëm. Lexohet për 5 minuta pak a shumë. Ashtu është. Por pavarësisht kësaj gjeometrie të vogël, mbart një peshë marramënse i desh mbi krenarin, tradhtin dhe ato që konsiderohet drejtësi e pastër hyjnore. Kjo ngjeshje ekstreme flet shumë për thelbin e mesazhit. Domethënë, autori nuk ka kohë për hyrje të gjata apo fjalë të tepërta. Vetemri i tij Abdia përkthehet shërbëtori i Zotit. Dhe ky tekst nuk lindi si thuash në kushte paqe apo debatesh filozofike. U shkrua nga hiri një krize ekzistenciale masive për qytetin e Jeruzalemit. Pra është një reagim i drejt për drejt ndaj një traume. Eksaktësisht. Çdo fjalë është thellësisht e ngarkuar me dhimbjen e njerëzve që humbën gjithçka brenda natës. Nuk është një teori në letër, është britma e një shoqërie në pikën e saj më të errët. Në rregull, le ta zbërthejmë këtë, sepse për ta kuptuar vërtet këtë traumë, duhet të zbresim pak në teren. Të shohim kontekstin. Po, të dalim nga konceptet abstrakte dhe të shohim dramën e vërtet, ato që mund ta quajmë pa frikë një dramë familjare. Është fiks një dramë familjare. Të gjithë e dim si janë inatet mes të afërmve, disa fjalë të pathëna që ndërtojnë mure. Por këtu nuk po flasim për individ, po flasim për dy kombe të tëra. Këtu bëhet e domosdoshme të shohim pemën gjenealogjike. Fokusi absolut i kësaj profecie është Edomi. Historikisht Edomitët ishin pasardhësit e drejt për drejt të Esaut. Ndërsa Izraelitët të Jakobit? Esakt. Dhe Esau e Jakobi ishin vëllezër binjak. Vëllezër me gjak. Pra, në një shkallë kombëtare, pavarësisht kufive, këta popull ishin të lidhur me gjak. Kjo i shton një stres dhimbje psikologjike që një konflikt me një armik të huaj nuk e ka. E kuptoj. Rreth vitit 586 para Krishtit, perandoria babiloneze rrethon Jeruzalemin. Një ngjarje apokaliptike. Njerëzit vdisnin nga uria, tempulli po shkatrohej. Dhe në atë dëshpërim, ata menduan se kishin Edomitët, fqinin i tyre. Menduan se vëllari do t'u gjendej, por Edomitët bën të paimagjinueshmen. Prit pak, le të bëhemi pak avokati i djallit këtu. Patjetër. Babilonia ishte një makineri ushtarake e pandalshme, superfuqia e botës. Edomi ishte një komb i vogël. A nuk ishte ajo që bën thjesht mill llogaritje gjeopolitike? Për të mbijetuar, thua ti. Po, ndoshta menduan, nëse ndihmojmë Judën, babilonasët na fshin edhe ne, apo i kërkon teksti që ata të bënin vetvrasje kombëtare vetëm për një lidhje të vjetër familjare? Kjo është një pyetje thelbësore, e cila na çon drejt te ajo që Edomi bëri në të vërtetë. Dhe kjo rrëzon çdo argument për vetëruajtje. Si kështu? Sepse nëse Edomitët do të kishin qëndruar thjesht pasiv nga frika dhe do kishin mbyllur kufit, ndoshta gjykimi do ishte krejt tjetër. Por ata nuk qëndruan asnjë anës. Çfarë bën saktësisht? Ata kaluan në një oportunizëm thellësisht dashakeq. Bën 3 gjëra. E para, ata festuan hapur rënjen e Judës. Wow, festuan. Festuan. Imagjino një familje që shikon shtëpinë e vllajt duke u djegur dhe në vend që të heshtin të tmerruar, hapin shampanje. E dyta, kur refugjatët shanë rrethimin dhe vrapuan për të shpëtuar, Edomitët u zun prit. U zun prit njerëzve të pambrojtur. Eksakt. Dhe e treta, akti më i rënd i tradhtisë. Ata i morën këta refugjat dhe ja dorëzuan armikut, ose i shitën si sklever për të fituar ekonomikisht. Kjo është krejtësisht diçka tjetër. Nuk bëhet fjalë fare për neutralitet. Fare. Bëhet fjalë për pjesëmarrje aktive në shkatërimin e tjetrit. Ky është një detaj vërtet rrëqethës. Indiferenca nuk qen ka pasive, qen ka një agresion i maskuar. Ajo që është magjepse se këtu është se kjo tregon thelbin e problemit. Ajo që perceptohet si indiferencë njerëzore në sytë e Perëndisë vlerësohet si një problem thellësisht shpirtëror. Kur sheh vllain që dërmohet dhe aty gjen kënaqësi apo nxjerr fitim, tregon se zemra jote është zbrazur nga çdo empati.
Perëndia nuk po I dënon për mos ndërhyrje ushtarake, por sepse humaniteti I tyre kishte vdekur. E vërtet, por një reagim I tillë nuk lind brenda një nate. Askush nuk zgjohet befas duke thënë, sot do shes fqinjin si sklav. Ashtu është. Duhet ketë qenë një kalbëzim moral I ngadalt, një iluzion që ata kishin ndërtuar për veten, sikur nuk kishin përgjegjësi për fatin e të tjerëve. Këtu hyn pikërisht e rreziku I krenarisë. Arroganca e Edomit ishte e lidhur me gjeografinë e tyre. Ata jetonin në rajonin malor të Seirit. Në shkëmbim, Qytete të gdhendura në faqe shkëmbinsh e ngjashme me zonën e Petrës sot. Mbroheshin nga kanjone aq të ngushta sa drita mezi depërtonte. Një mak logjistik për të pushtuar. pra ata rrinin fizikisht sipër të tjerëve, Dhe shikonin botën nga lart poshtë fiks. Dhe kjo mburoj gjeografike I mashtroi. Besuan se ishin arkitektët e fatit të tyre, se nuk vareshin as nga fqinjet, as nga ndonjë fuqi hynore. është fiksa I mentaliteti, ne jemi në lartësi, pra jemi të paprekshëm. Më duket një analogji e përsosur me ditët e sotme. Si për shembull. Sikur udhëheqësit e korporatave ndërtojnë një lloj kështjelle komplekse financiare, grumbullojnë aseten offshore, ka një ushtri avokatësh. Një fortecë moderne. Po, ndjen të shkëputur nga ligjit e njerëzve të thjeshtë dhe fillojnë të shohin pasojat që vendimet e tyre kanë tek njerëzit poshtë si thjesht statistika abstrakte. Ajo analogjia e kështjellës financiare është fantastike. Harrojnë që asnjë mush të mbron nga prishja e brendshme. Dhe ky burim thekson një var kyç, për këtë thot krenaria e zemrës sate të ka mashtruar. Wow, e ka mashtruar. Është fodull, të verbon ndaj realitetit. Sakt. Por, logjikisht, nëse kjo mbrojtje fizike ishte iluzion, atëherë kush I mban frerët e historisë? Nëse ata ishin aq lart, kush e garanton që veprimet e tyre nuk mbeten pa ndëshkuar? Këtu kalojmë në një nivel global, apo jo? Nëse e lidhim këtë me pamjen e gjerë, ky është kapërcimi gjenjal I Abdies. Merr një mikrodram ndërmjet dy kombeve dhe e ngre në shkallë makrohistorike me konceptin Dita e Zotit. Që çfarë do të thotë saktësisht? Nuk është një datë apokaliptike në kalendar. Është momenti I pashmangshëm kur e vërteta del në sipërfaqe, kur e keqja merr përgjigje. Vargu thot, Dita e Zotit është afër për të gjitha kombet. Për të gjitha kombet? Pra, dënimi I Edomit është një rast studimor për çdo sistem që ngrihet mbi kurrizin e të shtypurve. Këtu bëhet vërtet interesante, të them të drejtën, sepse tingëllon si një gjykim masiv, si në fund një filmi ku antagonistët paguajnë faturën. Por ne jetojmë në një realitet ku shpesh duket sikur kjo drejtësi nuk ekziston fare. E hapim lajmet dhe shohim fuqit mëdha që shkelin mbi të tjerët pas një pasoje të menjëhershme. Plotësisht I dakord. Cinikët bëhen edhe më të pasur. Si arrin ky tekst të mbroj idenë që drejtësia nuk harron? Pse të mos e shohim thjesht si një utopi për t'u dhënë shpresë boshe të pafuqishmëve? Kjo sfidë konfronton drejt për drejt padurimin ton njerëzor. Tensioni këtu lidhet me mënyrën se si ne masim kohën. Ne duam drejtësitë menjëhershme. Ne jetojmë me lajme sekonda pas sekonde. Duam që nëse e keqja ndodh në orën 10, rrufeja ta godas agresorin në 15. Tamam. Por koha e njeriut nuk përkon me kohën e sovranitetit hyjnor. Arroganca globale mund të duket e suksesme, Edomi lulëzoi për shumë kohë. Ata kontrollonin në rrugët tregtare të erëzave, ndjeshin të pandalshëm. Derisa ran. Sepse sistemet pa dëmshuri bartin një defekt inxhinierik. Krenaria I bën të pakujdesshëm, thellojnë ndarjet dhe strukturat gërryhen nga brenda. Historia nuk del kur nga trajektoria drejt drejtësisë. Çfarë mbjell do të korrësh. Nuk është thjesht parull, është arkitektura e botës. Është eksaktësisht kështu. E vërtet, por kjo pamje e madhe historike na kthen tek vetja. Si mund ta shmangim ne gabimin e Edomit në të përditshmen tonë? Ky burim na ofron 3 aplikime shumë praktike për të refuzuar arrogancën dhe për të kultivuar purulsinë. Pra, çfarë kuptimi ka I gjithë kjo? Cili është hapi I parë? Hapi I parë, njohja dhe heqja dorë nga iluzioni I vetmjaftueshmërisë. Kjo është e vështirë sot. Sidomos në një epokë hiperindividualiste. Kultura na thot se mund t'ja dalim të vetëm, të ndërtojmë siguri të hekurta rreth punës dhe statusit ton, sikur s'kemi nevojë për askënd. Më duket si ajo tendenca për të treguar një jetë të përsosur në Instagram. Fiks, purulësia e vërtet është pranimi se asgjë nuk është aq e mbrojtur sa mendojmë, dhe ne nuk jemi vetë mjaftueshëm. Dhe hapi I dytë,
Ai lidhet me rënien e tjerëve, apo jo? Po. Hami i dytë është kultivimi aktiv i dhëmshurisë kundrejt triumfit për fatkeqësinë e tjetrit. Kjo lidhet me atë fenomenin psikologjik kur ndjejmë gëzim të fshehtë kur dikush dështon. Kur gëzohemi që një koleg rival merr një goditje, domethënë. Eshakt. Ne noshta nuk shesim fqinjët si sklavër, por nëse ndjem superioritet kur shohim tjetrin të rrëzohet, po ushqejmë arogancën e domit. Ne duhet ta zvendësojmë këtë me dhimbje të vërtet. Sepse e kemi një instinkt shumë toksik që mendojmë se dështimi i dikujt na bën ne të ndihemi mbijetues të sigurt. Kjo ngre një pyetje të rëndësishme, se sa lehtë bijem në këtë grack, që na çon te hapi i tretë. Zbatimi i drejtësisë në jetën e përditshme. Eksakt. Sepse nuk mjafton të thuash, nuk po të bëj keq. Asnjësia nuk është e mjaftueshme. Edomitët thanë, nuk kemi gisht në rënien tënde, por ndërkohë përfituan. Heshtja përballë abuzimit. Heshtja është bashkëfajsi. Kur sheh një padrejtësi në zyrë apo diku tjetër, të qëndrosh i heshtur do të thotë i japësh agresorit hapësirë. Kërkohet mbrojtje aktive, kërkohet guxim, i vetëdijshëm që Zoti i sheh të gjitha. Do me thënë, të blesh qetësinë e indiferencës është po aq keq sa të bësh vetë krimin. Kjo është e thellë, por me gjithë paralajmërimet kaq të forta, teksti nuk mbaron me një shkatrim total, apo jo? Ka një ndryshim aty nga fundi. Po, ka një kthes plotësisht masive, dhe pa këtë tranzicion, teksti do ishte thjesht dëshpërues. Ku shkon fokusi? Autori e orienton historinë drejt një premtimi për restaurim hynor. Të gjitha ato teritoret pushtuara, njerëzit e shtypur, e gjitha kjo premtohet të rivendoset nga Perëndia. Dhe vargu përmbyllës është fantastik. Është thelbësor, ai thot, mbretëria do t'i përkasë Zotit. Sikur asgjë nga çfarë u grabit nga njerëzit arrogant nuk pas ka vlerë përfundimtare, drejtësia dhe përulësia fitojnë në fund. Ky është thelbi. Drejtësia triumfon gjithmonë dhe demaskon çdo lloj fuqie të ndërtuar mbi mure të ftofta dhe indiference. Është padyshim një tekst i vogël, por me reflektime shumë të mëdha. Kuptuam se si gjeografia solli iluzion, se si krenaria solli verbërinë e pamëshirshme ndaj vëllait, edhe si drejtësia nuk haron kurrë. Përulësia është e vetmja rrugë për t'i blijetuar këtij gjykimi. Teksa po mendoja për Petrën dhe ato qytetet e gdhendura në mal, Edomi i lashtë ndërtoi me të vërtet kështjella prej gurit të thepisura, ata shikuan poshtë drejt luginave, duke besuar sinqerisht se indiferenca e tyre ndaj njerëzve që vuanin poshtë ishte një luks që do ta kishin për gjithmonë. E prap, ajo kështjellë ra nga brenda. Ra nga krenaria e vet. Kjo më shtyn të bëj një pyetje. Çfarë kështjellash moderne po ndërtojmë ne sot? A jemi duke i ndërtuar në karrierat tona, në teknologji apo në pasuri, duke besuar thellësisht se ato do të na mbrojnë nga pasojat e indiferencës sonë ndaj atyre që vuajnë, dhe nëse po, sa gjatë mendojmë se do të rezistojmë muret